Mirë mbrëma, para se të fillojmë të komentojmë ngjarjet kryesore të ditës 21 gusht 2026, doja të falenderoja të gjithë ata që u bën pjesë e diskutimit mbrëm live. Për sa ishte për 2 orë, më duket 1 orë, 2 orë, kemi arrit 10.000. Veta kemi qenë aktiv duke folë dhe duke diskutu. Edhe ata që më kanë shkruajtur mesazhe, i falenderoj të gjithë për pjesëmarrjen. Do ta bëjmë shpesh, ato do ta përsërisim. Kush vjen për herë të parë në këtë kanal, le ta bëjnë share, subscribe, abonohu me miqë, me shok, me çaka që të vazhdojmë. Tani komentojmë një çik, më falni, ngjarjet kryesore të ditës 21 gusht. Në fakt një ngjarje kulminante që unë e pata paralajmëru këtu, ose e patëm diskutu, erdhi Sumudi, anija e Sorosit, erdhi në Vlorë në mbështetje të revolucionit të flamingove. Flotilda Global Sumud ka mbërritur në aeroportin e Vlorës, duke përshkruar Adriatikun në drejtim të kundërt me atë të vitit 1991, kur anija Vlora u nis për në Brindisi. Simbolika është shumë e bukur. Atëherë Shqipëria dilte nga një regjim i egër komunist, njerëz të ndrydhur, njerëz të shtypur, kërkojen liri, dojen t'iknin, por nuk i pati shku kur mendja asnjë personi që ka hyrë në anijen Vlora, jo, po edhe po them njeriu që pati keqardhjen më të madhe se ra komunizmi, që ka pas shumë, nuk i ka pas shku mendja që 35 vite më vonë ne do jemi në luftë me një autokrat. Me një autokrat shumë më të keq, shumë më të egër se sa Enver Hoxha. Ju kam thënë 100 herë, sa herë kemi diskutuar dhe unë e kam bindje, këtë nuk e them për thjesht për ta thënë ose për diskutim. Nuk ka lidhje Edi Rama me Enver Hoxhën fare. Enver Hoxha ka pas gabimet e veta, ka pas një regjim autoritar, regjim gjakatar, e kujtun gjitha me radhë, pra qa ka pas gabim. Por duhet të futemi edhe në kontekst kohe, ashtu ishte komunizmi në gjitha vendet, vetëm se këtu kena përkthehet çdo gjë shumë më keq, se kështu ishte 11 milion vrau komunizmi në Rusi, miliona të tjerë ka vrarë nëpër Europën juglindore. Nuk ishte vetëm Shqipëri, pa kishte i kontekst ajo gjëja, por Enveri ndërtoi një Shqipëri, keq mirë ndërtoi një Shqipëri që kishte bujqësi, kishte industri, kishte shëndetësi, kishte arsim, keq po me ideologji komuniste, ama kishte. Sot ne jo vetëm që kemi autokrat, pra kemi një njeri që kontrollon gjitha pushtetet, po s'kemi as arsim, as shëndetësi, as infrastrukturë, as turizëm s'kemi, as siguri publike. Në kohën e Enverit nuk mendohej Martin, nuk si shkote menja kujt të kishte frikë të hecte natën rrugës, apo të hecte rrugës se do i thoshte tjetri pse mpehet, ta vriste, ta rrifte, ta coptonte, apo nuk ndonë pak të këto gjëra. Kështu që në këtë kontekst nuk ka të krahasuar, dhe më e madhja, më rëndësishmja, nuk shiti më Shqipëri Enver Hoxha. Nuk shiti copa Shqipërie, siç ka shit Edi Rama, duke dhënë koncesione oligarkëve me adresa offshore, edhe duke u përpjek me fal ishuj e laguna kujt mundet, vetëm për të qëndruar në pushtet. Kështu që ka një domethënie shumë të madhe, një simbolik shumë të madhe, ardhja e anijes Flotildës Sumud në Shqipëri, në mbështetje të revolucionit të flamingove. Kjo anije lëviz në për gjithë botën, sponsorizohet kryesisht, jo vetëm, por kryesisht nga Sorosi. Nuk e dia ka njëri më dyshime
që më thojnë fillim, jo, se këto s'ka lidhje me Sorosin, ky revolucion kaq bukur dhe kaq domethënës mund ta organizonte vetëm Sorosi, se nuk di njëri tjetër, sa ai ka specialitet. Por që shpresojmë shumë t'jetë produktiv revolucioni dhe t'ja arrin qëllimit që Shqipëria të çlirohet dhe jo më të çlirohet sikur u çliru në para 35 vitesh nga Enver Hoxha dhe kaloi në për kalvar shumë më të këqij. Pra në 35 vite klasa politike shqiptare ka bërë atë që sot ne flasim mirë për Enver Hoxhën, prandaj s'ke si e dënon, nuk dënohet më Enver Hoxha, regjimi Enver Hoxhës, sepse këta që kanë ardhur mrapa janë sjell shumë më keq me popullin shqiptar, veçanërisht Edi Rama në 14 vitet e fundit, saqë njerëzit po thonë Enver ku je. Kjo është tragjedie pa parë. Revolucioni vazhdon, hyn në ditën e, më duket sot është në ditën e 83, me siguri këta që kanë ardhur me anijen, me flotilën do vinë atje do flasin të sheshi. Kanë dalë para gjykatës personi që vrau turistin portugez, nuk di ç'a them, nuk di ta komentoj fare këtë ngjarje, veç di t'u them gjithë qelbësirave që më kishin komentuar nëpër Facebook e nëpër këto turp të keni që mbroni akte të tilla. turp. Këtë ngjarje është pal nga fillimi në fund shteti. Qytetëdhënia e bizneseve të inkriminuara me para droge, me gjitha, te implikimi i policisë, që policia ka më përkollaj të bashkëpunojnë me mafia se sa të punojnë kundër saj, apo me bashkëpunojnë me krimin se sa kundër tij. Dhe kjo është vetëm për merit një njeriu që është Edi Rama. E ka inkriminuar shtetin totalisht. Situata e zjarreve është jashtëzakonisht e rëndë, nga Lura deri në Mirdit, në Puk, po përvlohen, evakuohen fshatra, në Dukat të Vlorës, zjarri po bën kërdin, shteti jon, kush i ka pa helikopteret, ata 2-3 helikoptere që çojnë për të fikë zjarrin ata. Shifini me vëmendje, nuk dinë edhe të përdorin helikopterin, prandaj ta u lënë ballo u mundu të mashtrojnë i shkreti publikisht, duke paraqit një aksion fikjesh të zjarreve nga Amerika, sepse kishte precizion të lartë, se ishte ustaj që njiste helikopterin atje, edhe ja lëshonte zjarrit sipër këtu, e derdhin atë kovën e ujit kot në kot, vetëm aty ku është zjarri nuk e derdhin dot, se nuk din. Se du të kesh edhe pilot me nga atë dreq avioni që ta derdh kovën e ujit, ke flaka, jo në përgëmusha kot në kot rrugëve, e nuk din të fikin zjarre këta. Kjo puna e avionëve të fikjes zjarreve është i lloj si puna e satelitëve, harxhoi miliona euro Edi Rama si hyri gjem në këmbë, nuk i hyri gjem në këmbë për satelitët Albania 1 dhe Albania 2, çfarë janë ata, dhe nuk kishte njerëz që të lexojnë dhënat që i mbledhte sateliti, fotografitë e këto të gjitha. Është fakt kjo që po them, sepse është e dokumentuar, nuk po e shpikun nga menja ime, edhe ikën ata. Një lajm tjetër thash është, para se të shkoj te lajmi i fundit bombastik, do komentojmë çik të sherrin e Edi Ramës me i kushuririn e vet. Arjan Konomi, se kam iden fare se nuk është se e ndjek këtë, thjesht e di që ka pas marrë me këto komentimin e Big Brotherave, kujto qa merret, po gazetar, publicist, nejse. E kam gjuar një herë dikur në një video që thot e kam kushëri Edi Ramën dhe e njoh. Pra kushëriri vet i Edi Ramës, nga vunoi edhe ky më duket. Është zënë me Edi Ramën edhe me Lindën. Se ç'duket atje pretendon se siç ndodh me kushërit në Shqipëri, që 90% s'flasin me njëri tjetrin për probleme pronësie, për xhelozi, për inat, për çmir, siç i kanë. Pra ndoshta është edhe në vende të tjera të botës, por në Shqipëri kjo është masive. Edhe ka inat është ky, ka inat. Edi Rama ka zaptuar atje se ka gjithë këtë kohë në pushtet, edhe ka zaptuar atë pronat e vunojit, i ka bërë pronat gjyshit vetë gjitha.
me Ardit Bidon. Kur e ka pas vënë Ardit Bidon te Ardit Bido për ne është bo deputet. Nuk është bo deputet se është patriot. Apo mbron çamërin, apo kujtun ka meritat veçanta. Meritat e veçanta që ka Ardit Bito është se ka bo Edi Ramën, ka qenë nga njerëzit më të papërgjeshëm që e ka bo Edi Ramën pronar të gjithë vunojt atje, ka grabit tokat e kushërirëve të vetë, edhe këta të shkret të shishahen e përtasin e kështu. E pashtë në çuditin fakt, një lloj zelli edhe i opozitës për ta mbrojt këtë gazetarin, Arianin, Konomin, ajo është me Adriatik Lapajn, punon për Adriatik Lapajn, pra nuk ka lidhje fare me PD. Do të degrada shtypi këta e reagimet e Berishës e të PD se fund fare du të kuptojnë opozita që janë duke uzon dy kushëri me njëri tjetri. Ai akti që kishte bë ky Konomi në fakt se kishte publiku se vdes Rama për këto punë tani, e kishte publiku videon ai, gjysmën e videos. Edhe me thënë drejtë, kushdo që tjetë kryeministër, nuk mund të shkosh ashtu tallesh me kryeministrin, ai të pi kafe me grunë, me çunin, çdo që të ketë bë. Nuk është etike. Ka kryeministri do fiqti, do kështu, do ashtu, nuk kam asgjë Marian Konomi, ai mund të ketë drejt ose unë po e marr a priori që ka 100% drejt, por metodën se si ka vendos ta kërkojnë të drejtën e vet, më duket e gabuar. Ka një sherr kushërish. Thjesht njëri është më i fortë, ka shtetin në dorë, ka gjithçka në dorë, është ai që folën pra deri tani, është autokrati, edhe të shkel me kam, s'ke çfarë, fati keq i Arianit që është kushëriri i tij, fati keq i Arianit që ka prona atje dhe si merr dot. Këtë fat kanë gjithë kushëritë e Edi Ramës, vetëm njëri që e ka bërë ortak ai më duket ke prona, i ka ndrit fati, kurse të tjerët e kanë hënë sakrau. Por mënyra atje nuk e di, dohon na i thoshte është Huacaru, Linda, kujtun e kishe bo Lindën si Merimanga e zezë në atë reagimin e vet. Unë nuk dyshoj që Linda është ashtu ose mund të jetë ashtu, se duket ajo që është si Merimanga e zezë, vejush. Jo vejusha, po Merimanga e zezë. Por që gjithsesi prap nuk më la shihet mirë edhe sjellja e gazetarit ndaj Edi Ramës. Unë e shaj unë Edi Ramën, o e kritikoj unë Edi Ramën. Nuk e kritikon njëri, se është mafioz, është armik i popullit shqiptar, është i armik i të ardhmes së fëmijëve të shqiptarëve, pra i ka bë të gjitha të zezat që ka pas mundësi me ja bë këtij vendi ja ka bë. Por është kryeministri i Shqipërisë. Edhe Ariani duhet gjinte i formë ose i mënyrë tjetër për të shpreh atë revoltën e tij edhe mërzinë e tij. Megjithatë punë kushërish edhe nuk e kuptoj pse hyn mes kushërive PD-ja. Këtë rast. Tjetra është qershia mbi tort, organizata mafioze, kriminale, partnere me qeverinë, filloi me ilshu shokët e Ballukut. Sot i ka liru atë gjylin. Kalu në afatet, kaloi afati i izolimit dhe kujti unë, gjitha pra si që i bëjnë këta punët, dhe ka liru nga burgu Vartsin Gentian Gjyli dhe Erald Elezi, dy persona të vënë në akuzë nga prokuria e posaçme SPAK për disa procedura tenderuese të zhvilluar nga ARSH në Ministrinë e Energjetikës dhe Infrastrukturës. Veçmasës për detyrim për të paraqitur ndaj dy zyrtarëve të ARSH-s është vendosur edhe ndalimi i daljes jashtë shtetit. Pra pak ndërkohë që shqiptarët presin që SPAK-u të çonte i kërkesë tjetër parlament për arrestimin e Ballukut, e më thet thash, e zvarrit qëllimisht që Balluku mos marr edhe mas sa që kanë marrë varësit e asaj, pra një arrest shtëpie, por që të pushohet çështja për tejkalime afatesh. Kjo ka qenë loja që në fillim. Me thonë drejtën, bravo i qoftë Balluku, se përderisa është e bindur, dohon e dim gjithë
që Spaku është një organizat kriminale, organizat mafioze, partnere me pushtetin, me Edi Ramën, me palloshin e gjatë që thot Belinda, pse duhet bëjmë Belinda burg, në fund fare. Pse duhet bëjmë Belinda burg? Kështu që thjesht për sy leshët, për qorat, për fliqësirat që i kanë ngrit Spaku në qiell, ja ta shohin se si po copëzohet edhe se si do shkrihet si flus sapuni, do shfryhet si flus sapuni e gjithë propaganda që u bë se po merren me hetimin e Belinda Ballukut edhe të vartësve të saj. Nuk kanë për t'ju bë asnjë gjë, sepse Spaku është totalisht i kontrolluar, është institucion që unë dyshoj se është shumë i korruptuar, shumë më shumë se çdo gjykat që ka e prokurori që ka pas njëherë Republika e Shqipërisë, sepse këta s'ka askush i kontrollon. Dhe ky është fati dhe i dosjes së Ballukut. Do kalojnë edhe ca kohë, do thonë shiko kaluna fatet, se i jep kohë, qëllimisht i japin kohë ata që ajo të marrë masat, edhe vetë ata. Pra, do thonë nuk e di se si do vinë puna, a do ketë takate Edi Rama tani që t'ja heq njerëzit, apo jo? Ata ministrat. Se është përpjek 3-4 herë me ja heq ministrat, edhe aq s'ka takate me i heq ministrat që i ka vu Belinda Ballukut. Po t'jem unë vend Belinda Ballukut tani, po flas ç'a mendoj unë, se kështu do t'i komentojmë ngjarjet e ditës, ato që se thon mediat, se ato që thon mediat i ngjoni e kënaqur me propagandë. I fusit bashkuar me këtë revolucionin e flamingove, fuqinë e ka, deputetët i ka, i fusit rrëzume, e marr vetë Partia Socialiste, po t'jem unë Belinda po thënë. Edhe e bëj cop Edi Rama. Nuk është kot kjo, po ta shohim. Dhe pra kjo është lajmi më bomb i ditës, lajmi që ka lënë më në heshtje, që njerëzit e Belinda Ballukut thjesht i kanë lënë mos dilni jashtë shtetit, edhe vazhdojnë historinë. Shqipëria digjet, Shqipëria vidhet, Shqipëria plaçkitet, dhe drejtësia nuk ekziston, por vetëm amniston. Është një lavatriçe që pastron paratë e njerëzve që kanë vjedhur dhe kanë plaçkit Shqipërinë. I certifikon. Sepse një dosje që ka kaluar hetohet gjoja kështu spak del i pastër ku i keni Samir Tahirin sot. Sa mori që shmori, si i mori ai. Miru pafshin, edhe ministër ndeti, edhe biznesmen është bë, edhe kështu gjithë Lefter Koka që kanë pas këta. Digjet Shqipëria, Rama zihet me kushëririn e vet, opozita e del mbrojtje kushëririt Ramës, i thoshte Ramës ato një fiq, pse ke parku makinën nga bim ti e kujtun budalliqe, dhe Spaku, organizata mafioze kriminale partnere me pushtetin, fillon me zhbë dosjen e njerëzve të Belinda Ballukut. Ndërkohë që shqiptarët presin pra se mos po merret me Belindën, ai merret me shfaqsimin e robëve të saj. Ka rënë zjarr edhe në malin e polisit në Librazht. Elbasan Librazht, në çfarë zone ka ata? Librazht. Male që kur fillojnë me u djeg, nuk janë kështu gëmusha këtu, gëmusha aty, siç janë kryesisht malet e jugut, pra që s'kanë bimësi të lartë, por kanë pemë që duan, po mori zjarri do janë 6 muaj fikësh. Ka fillu me u djeg. Edhe zona që deri tani është tmerr, se ka pyje shumë të bukur, ka pyje shumë të mëdhaja, dhe është tragjedi e madhe shumë. Tragjedi e madhe shumë kjo e zjarreve, por nuk çan kokën njëri në këtë vend. Faleminderit që më ndoqët,
më komentoni, më shkruani sugjerime, kur doni që të bëjmë në temë live tjetër prap më shkruani, ose më shkruani në rrjetet sociale, Facebook e Instagram që janë ato, ose më shkruani këtu komentoni, dhe e bëjmë bashkëbisedim prap si që e bëm mbrëm, që është shumë i mirë, e shkoj shumë mirë. Faleminderit, inshallah po pajtohet Edi Rama me kushëririn e vet, edhe të hanë fiq bashk.